është një njeri shumë i aftë në Shqipëri, i cili i rindërton për 3 orë dhëmbët duke i punuar kështu si vepër arti me dorë. Klinika dentare dhe te klinika estetike është brendi lumturisë. Unë dua të dhuroj buzëqeshjen, jo vetëm në sensin teknik, por në sensin real njerëzor. Ledi, një gabim i mjekësisë gjatë periudhës kur ti nise studimet në Rumani të bëri që të kesh një luftë të vazhdueshme me shëndetin. Dhe pastaj për këtë shkak ty mjekësia t'u kthye në misionin e jetës tënde. E kam nisur fakultetin e mjekësisë dhe stomatologjisë duke qenë vetë paciente. Por absolutisht që ne duhet falim. Cila ishte frika më e madhe me cilën je ballafaquar kur të komunikuat diagnozda? Mund të ngelesh ashtu forever. Ke pasur ti një moment që ke bërë një bisedë shumë të thellë me veten? Në momentin që u gjenda nga mezi e poshtë thuajse e paralizuar pa të një bisedë. Si e ke gjetur ti forcën për të falur? Ti pranosh, pranimi është i pari. Dhe besimi në Zot. Në Zot dhe në univers që ai ti ka dhënë sepse do të të mësoj diçka. U je dhe një nxënëse e mirë e dhimbjes, që ke nxjerr leksionet e tua nga dhimbja. Ki besim ke Zoti. Madje ndjehu krenar dhe i bekuar që i ke sfidat. Unë kam qenë 136 kg dhe vetëm. Çfarë është buzëqeshja hollywoodiane në fakt? Atëre, teknika e Hollywood Smile në 3 orë është një arritje e një maksimizimi të buzëqeshjes në detaj, lidhur me formën, pozicionin, ngjyrën e dhëmbëve, pa i gërryer ata. Çfarë rezistence kanë facetat e punuara në këtë mënyrë që juve propozoni me teknikën tuaj? Ato mund të shkojnë deri 12 vite. Kam parë disa transformime të mrekullueshme të portreteve që vërtet ju rinoni 10 deri në 15 vjet më e re duke një mike ime që erdhi bëri një ndryshim, duke prekur disa pika sekrete të portretit dhe përsëri pamja mbetet natyrale. Less is more, që do thot brenda një ore gjysmë ne me disa prekje të vogla me acid hyaluronik të vendosura në pikat të caktuara të fytyrës, të bëjmë facelifting jo kirurgjikal me një rinim të fytyrës deri 20 vite. Do të jemi gjithmonë mirënjohëse për zemrën tënde të madhe. Pra kjo është doku jon, e fortë e guximshme, bujare dhe humane, me respekt dhe shumë dashuri dhe shumë mirënjohje. Gocat e Lady Smile, estetik, ose ndryshe siç thua ti, gocat e mia. Fillojmë, Ledi? Yes. Jemi gati? Kemi lindur gati, duhet themi. Yes. Ka qenë një profesor në një trajnim të Harvardit që kam bërë unë, edhe thoshte gjithmonë, "Are you ready?" Yes, thoshim ne. Ai thoshte përgjigjja duhet jetë "We are born ready." Kemi lindur gati. Vërtet. Kështu që le të fillojmë. E di sa kisha dëgjuar nga pacientë të ndryshëm që ke trajtuar edhe më thoshin, është një njeri shumë i aftë në Shqipëri, i cili i rindërton për 3 orë dhëmbët duke i punuar kështu si vepër arti me dorë. Dhe kështu u njoha me Ledin. Me një vajzë që ka shumë dritë brenda në zemër, edhe që ka 3 specialitete kryesore, është mjeke stomatologe, kirurge orale implantologe dhe mjeke estetiste gjithashtu. Ti transformon portretin dhe jep njerëzve atë që ju duhet, të vetëndjerën, për të ndjerë më të bukur, si vajzat e djem. Mirë se ka ardhur, Ledi, këtu sot. Figura jote është një inspirim, kështu që unë jam shumë e lumtur që jam këtu, sepse ne duhet ta bëjmë këtë gjë, duke të ndjekur dhe ty shembullin, sa më shpesh dhe sa më fuqishëm, për të kuptuar të gjithë njerëzit histori të bukura suksesi. Kam një histori të cilën dua ta tregoj sot me shumë kënaqësi për të gjithë edhe për gjithë pacientët, edhe për gjithë njerëzit që mendojnë se më njohin edhe mbase nuk më njohin mjaftush. Shiko, unë e di historinë tënde nga para intervistave që kemi bërë dhe jam shumë e lumtur që sot do ta ndaj me shumë njerëz dhe më pëlqen shumë që duke qenë se kur bëhen sukseset njerëzit njohin gjithmonë atë majën e icebergut dhe nuk dinë fare se çfarë ka brenda aty në Nakullnaj, se jeta nuk i kursen njerëzit e suksesshëm dhe suksesi nuk na është dhuruar asnjëherë. Absolutisht. Duken kështu si shprehje klishe, por në fakt nuk shkohet me ashensor aty lart. Duhet shkallë dhe jeta me sa duket është vetëm shkallë derisa arrin në shkallën e fundit, ngjitemi aty thot Timo Floko dhe pastaj kuptojmë që nuk ka shkallë më për të zbritur sepse jeta ka përfunduar. Cili është misioni yt në jetë? Kjo e Timo Flokos më la pa mend. E bukur apo jo? Sepse sa më shumë të ngjitesh, thon njerëzit duhet të kesh frikë nga rënja.
Por prandaj njeriu duhet të stopojë dhe të shikojë se ku është, çfarë ka kaluar, cilat janë shkallët, çfarë ka mësuar, çfarë ka kuptuar, që të mos bjerë pastaj. Ne duhet të qëndrojmë vertikal gjatë gjithë kohës. Kjo është ajo gjëja që më karakterizon mua. Stand up ose qëndrimi vertikal në çfarëdo lloj sfide jetësore. Dhe për këtë që dua të flas sot. Cili është slogani i biznesit që ti drejton sot? Slogani i biznesit tim parësor, që është Klinika Lady Smile, është Beautiful Smiles in one day ose Hollywood Smiles in one day, që do thotë buzëqeshje hollywoodiane në vetëm 3 orë. Kjo ka qenë ajo që më ka ngritur si emër dhe qëndroj në majat e stomatologjisë mini-invazive estetike dentare në Shqipëri prej 15 vitesh, por slogani i brendshëm i asaj çka unë ofroj tek klinika dentare dhe tek klinika estetike është brendi lumturisë. Unë dua të dhuroj buzëqeshjen, jo vetëm në sensin teknik, por në sensin real njerëzor. Kam përshtypjen që jeta të ka shpërblyer me shumë dashuri rreth rrotull teje, sepse ti në fakt nuk i bën njerëzit të buzëqeshin thjesht me buzëqeshin e tyre, me gojë, por i bën të buzëqeshin me zemër. Nuk e di nëse ke patur rastin ta shikosh filmin Eat, Pray and Love, kur ai Katuti, i famshëm shamani, i thot Julia Robertsit në një nga skenat e filmit që duhet të qeshësh me mëlçi, thot. Domethënë duhet të qeshësh shumë thellë, atje ku është helmi i trupit ton, organi që pastron toksinat, që aty do të buroj nga forca e dhimbjes, të buroj dëshira për të buzëqeshur dhe për ta parë jetën pozitivisht. Dhe prandaj tash ti ke një dritë dhe një diell që e shpërndan, dhe kur kam ardhur tek klinika jote, kjo më ka bërë përshtypje. Vajzat kishin shumë vite që punonin me ty dhe ju ishte tamam një familje, dhe ti më the, Alketa, ka shumë gjyra midis dhimbjes dhe sakrificës, sfidave dhe vështirësive që hasim në jetë. Ja, janë këta njerëz, është kjo dashuria tjetër që kthehet në një familje të dytë ku ti shpenzon pjesën më të madhe të jetës. Dhe ato vajzat flisin me një dashuri dhe një adhurim, me një respekt të jashtëzakonshëm për ty. Edhe ato kanë sjellë një dhuratë për ty sot këtu. Dhe unë do ta filloj kështu podcastin. Vërtet. Po. Edhe dua të të lexoj diçka shumë bukur që kanë shkruar. Vërtet. Po. Wow. Kështu që të hapet tak dera, është shumë emocionuese, nuk e prisja. E di që ti ke shumë emocion, po unë tani dua ta dramatizoj duke të dhënë një kënaqësi të vogël. Jam pa fjalë, nuk e prisja. Gocat e stafit, që unë i dua fort, që janë familja ime në fakt. Ti shijo lulet, ndërsa unë do mundohem të transkriptoj çfarë është shkruar këtu. Kanë shkruar një letër të vërtet dashurie. E dashura dhe e shtrenjta jon Doku. Ka njerëz që Zoti t'i bën dhuratë në jetë, dhe për ne, ju jeni një prej tyre. Nuk jeni vetëm pronari dhe drejtuesja jon, por mbi të gjitha një njeri me shpirt të madh që e mbani gjithmonë derën dhe zemrën hapur për ne. Ti je një grua e fortë, e drejtë, bujare, që me sjelljen dhe mbështetjen tënde na ke bërë ne të ndihemi gjithmonë të vlerësuara dhe të respektuara. Ti ke qenë gjithmonë një libër i hapur për ne. Na ke treguar shumë nga jeta jote, nga sakrificat për atë që ti je sot. Ka qenë fortë dhe guximshme. Gjithashtu na ke dhënë shumë nga dijet e tua dhe na ke bërë këto që jemi sot. Gjithmonë na ke mbështetur pa kushte, duke na lejuar që të rritemi dhe të eksplorojmë botën me kurajo, duke na bërë të ndihemi të lira, të jemi vetvetja çdo ditë. Do të jemi gjithmonë mirënjohëse për zemrën tënde të madhe. Pra kjo është Doku jon, e fortë e guximshme, bujare dhe humane, me respekt dhe shumë dashuri dhe shumë mirënjohje. Gocat e Lady Smile, estetik, ose ndryshe siç thua ti, gocat e mia. Të duam shumë dhe shkëlqje sot, siç ti shkëlqen për herë, siç na bën ne të shkëlqejmë, por siç shkëlqen dhe zemra dhe buzëqeshjet e gjithëve atyre që të besojnë. Të duam shumë. Emocionet që mua më shkaktoi kjo surprizë e gocave janë një shpërblim, sepse ne kur japim, të paktën unë kur jap, çfarë do lloj gjëje, nuk pres të marr mbrapsht. Po kur ti e kupton që ta japin mbrapsht me shpirt, kjo është një arritje shumë e madhe, sepse është super kënaqësi që të kuptosh që ke ndërtuar njerëz që janë po aq cilësor, po aq të pastër, po aq korrekt, po aq njerëzor sa ty. Dhe kjo është një nga arritjet më të mëdha që unë personalisht ndjej që kam bërë. Stafet e mia janë fëmijët e mi profesional, nëse mund ta quaj, janë bashkëudhëtarët e mi, janë bashkëpunëtorët e mi. Jemi hap më hap profesionist në fronin e sfidave të përditshme të profesioneve që nuk janë të lehta, por në të njëjtën kohë janë
fëmijët e mi shpirtëror janë motrat e mia shpirtërore, mendore dhe mbi të gjitha kjo gjëja që na lidh, që është kaq e bukur dhe kaq e fortë, më bën të jem shumë krenare dhe shumë falenderuese ndaj Zotit. Ti ke një pasion të vjetër dhe të pëlqen shumë të këndosh. Edhe unë kam këto 2 këngë të incizuara në studio. Ke një zë kaq të bukur. Pse nuk e vazhdove këngën? Po zgjodhe një rrugë tjetër apo kënga mbeti thjesht pasion dhe si ishte profesioni yt? Kënga ngeli një pasion, është aty brenda, është kënaqësi domethënë që ti po e zë në gojë sepse edhe ty të pëlqen kënga, edhe të pëlqen të këndosh, edhe ti e kupton këtë pjesën që jemi marrë me gjëra më serioze, më solide në jetë. Jeta nuk është roz. Dhe jam e lumtur që ti e paske kapur këtë pjesën e artit edhe të këngës, sepse kënga është ajo që nxjerr shpirtin, okay? Dhe kam një vesh muzikor të lindur dhe kam zë, nuk e kam ndjekur. Po njeriu mund të këndoj për ditë. Unë kam investiguar, Ledi, doku. Dhe kam zërin tënd këtu. Edhe gjëja që më pëlqen më shumë janë 2 dimensione që unë evidentoj kur dëgjoj këtë këngë. 1, sfidat dhe goditjet që na jep jeta, s'na heqin atë zërin për të kënduar, për të dëgjuar, për të thënë jetës sa e bukur është jeta, sa shumë e dua jetën, sepse nëpërmjet muzikës dhe artit ne shumë herë shpëtojmë nga dhimbjet. Arti është gjithmonë një rrugë shpëtimi nga dhimbja. Dhe e dyta gjë më pëlqen shumë që ti e ke ruajtur këtë pasion në vite, se koha ndonjëri zbe pasionet edhe situatat jetësore. Ti vazhdon këndon, kështu që do ta vendos të këngën në sfond dhe ti do na e këndosh pak fare. I dua në njerëzit, ti kemi gjithmonë pranë. Shtëpia e jonë e bardha, i rriti familja me drite, me djersë, me dashurim për njerëzit tanë të mirë. Kisha shumë dëshirë që ta kishe këtë moment edhe audio dhe video. Ledi, një gabim i mjekësisë gjatë periudhës kur ti nise studimet në Rumani të bëri që të kesh një luftë të vazhdueshme me shëndetin. Dhe pastaj për këtë shkak ty mjekësia të kthye në misionin e jetës tënde. Do na tregosh pak më shumë për këtë histori, mbase nuk është një rikthim i bukur në një kohë dhimbjesh dhe lufte shumë të madhe për të mbijetuar, me shumë probleme shëndetësore të cilat vazhdojnë të shoqërojnë në këtë 30 vjeçar të jetës tënde, por ti nuk ankohesh asnjëherë. Edhe thua njeriu, Alketa duhet të ambientohet, familiarizohet me të keqen. Edhe ta duhet të përqafoj fatin e vet. Çfarë do lloj sfide që na vjen? Është e destinuar na vi. Duhet ta përqafojmë dhe ta kalojmë. Ta ecim bashkë me të mësojmë nga ajo. Absolutisht që çdo sfidë është një bekim në fakt, sepse ka një logjik kur fati, Zoti, universi ty të jep sfida, do të thotë që ai e di që ti do t'i kalosh. Dhe ai e di që ti do nxjerrësh maksimumin nga ato që do kalosh. Unë them që dikujt ja jep. Nuk mund t'ja jepi njeriu që nuk ka çfarë të nxjerrë. Kështu që unë kam qenë e bekuar, mendoj se gjithë njerëzit që kanë pasur sfida janë të bekuar nëse e kuptojnë në këtë sens dhe e përqafojnë në këtë sens dhe kuptojnë dhe rriten bashkë me jetën dhe sfidat e saj. Më thej që nuk dua t'i jap zë, mbase e kam të vështirë t'i jap zë. Në fakt, ajo që unë po bëj, edhe pse erdha këtu është që t'i jap zë, sepse djali im 15 vjeç ka disa gjëra të adoleshencës që nuk është shumë i kënaqur me veten e vet, okay? Dhe mendojnë që ne duhet jemi perfekt, okay? Çdo njeri ka rrugëtimin e tij. Dhe në rrugëtimin e tij ka ambalazhin atë që duket nga jashtë, ka dhe brendësinë. Djali im 50 vjeç nuk e kupton, sepse në moshën 50 vjeç ti shikon vetëm ambalazhin. Nuk e kupton që brendësia është ajo që ka rëndësi, nuk e kupton sot. Prandaj unë dua të jap zë dhe dua të ngelet ky zëri im edhe në vitet dhe 10 vjeçaret që do vinë, në dekadat që do vinë mbase. Dhe dua që i mbir ti dëgjoj, për atë po e bëj, që brendësia ka rëndësi, patjetër që ka, dhe secili ka një rrugëtim, secili është konfiguruar sipas asaj brendësie dhe ajo ka rëndësi. Unë kam nisur fakultetin e mjekësisë dhe të stomatologjisë në Bukuresht, në një nga fakultetet më të vjetra dhe më të fortë, le të themi më solid të Europës. Fakulteti, Universiteti dhe medicinës i farmacie, kështu e ka emrin rumanisht, Karol Davila, është shtetërori i vetmi më i vjetri në gjithë Rumaninë. Te kam nisur fatkeqësisht
duke që një viktim e një aksidenti njerëzor në mjeksi që ndodhi si rastësi mund të them e keqe, por që ndodhi fiks para se ta nisja vitin e parë të fakultetit, sëmure me apendisit dhe mjeku gabon në momentin që më bën anestezin spinale, gabon dhe më dëmton një zonë në palsën e kurrizit, që është një zonë që ka lidhje me inervimin e një pjesë të madhe të territorit nga mezi e poshtë të trupit tim, të këmbëve, organeve të pelviksit inferior e tjera. Tani, pa u futur në detaje, ky ka qenë një aksident, ka qenë një pakujdesi njerëzore në mjeksi, okay? Dhe pakujdesia njerëzore në mjeksi është e rëndë, sidomos kur gabimet mund të jenë definitive. Duke qenë mjeke prej 25 vitesh, unë e di shumë mirë se ç'do të thotë kjo. E kam nisur fakultetin e mjekësisë dhe stomatologjisë duke qenë vetë paciente. Por absolutisht që ne duhet falim, ne duhet pranojmë dhe duhet të ecim përpara. Ke pasur ti një moment që ke bërë një bisedë shumë të thellë me veten? Po, Alketa, pata një bisedë me veten. Në momentin që u gjenda nga mezi e poshtë, thuajse e paralizuar, pata një bisedë me veten. Do të thotë teknikisht ecje me vështirësi, ë? Patjetër. E kam të dëmtuar refleksin akelian të këmbës majt dhe një pjesë të inervacionit në këmbën e djathtë. Në atë kohë ishin shumë akute problemet, sepse gjatë viteve unë kam bërë terapira dhe prandaj domethënë kam marrë goxha ilaçe. E ke jetuar ti sfidën e mospranimit, Ledi? Jo, sepse ç'a ndodh? Një njeri fort nuk shikon ç'a ndodh vërdall. Një njeri i fort shikon betejën që ka dhe sfidën që ka me veten, okay? Është një sfidë që ti e ke me veten. I want to be the best because I can be the best, I have been the best and I will be the best, okay? Kështu që. Bravo. E bëra një bisedë me veten dhe isha vetëm 18 vjeç, e 9 muaj gati 19 vjeç. Bisedë që mbase të duhet shumë mend dhe shumë zëmër ta bësh, por ne duhet ta bëjmë këtë bisedë me veten themon në çdo moment, jo vetëm në sfidat më të mëdha. Ose të zvarritesha, siç në fakt në atë kohë isha teknikisht duke u zvarritur, fizikisht, ose të pozicionohesha atje ku isha përpara kësaj gjë dhe atje ku unë isha nisur të isha the best. Bravo. Ka qenë e vështirë, e jashtëzakonshme. Patjetër që po, vitet e para derisa preka pacientin e parë dhe kur preka pacientin e parë realisht domethënë e kuptova që unë kam bërë shumë që e kam vazhduar kështu kaq fort dhe kaq bukur, sepse motivi dhe dashuria që kisha, motivi i të bërit këtë profesion dhe dashuria që kisha për pacientin në vetvete dhe për atë çka unë mund të bëja me dijet dhe duart e mia ishte një gjë shumë e bukur. Cila ishte frika më e madhe me cilën je ballafaquar kur të komunikuat diagnozë? Frika më e madhe, isha në krevat dhe nuk mundja do të shkoja deri në fundin e korridorit që të merrja në telefon prindrit dhe të thosha që unë nga 2-4 ditë që mu tha që do rrija në spital, nuk e dija sa do rrija, sepse nuk urinoja dot dhe nuk ecja dot. Frika më e madhe ishte që mund ngelesh ashtu forever. Por ja dole, ecën, buzëqesh, me disa probleme shëndetësore që kanë lidhje me pasojat që ka sjell ky moment. Çdo gjë që ne kalojmë në jetë do na lër Alketa, do na lër shenja. Mbi pesha për shembull është një nga gjërat, një nga pasojat, le të themi, sepse në këto 30 vite unë me këto probleme që lidhen me këtë aksidentin e një pakujdesie njerëzore në mjeksi, unë kam marrë jashtëzakonisht shumë ilaçe, të cilat normalisht kanë efekte anësore dhe një nga ato është edhe mbypesha. Ose edhe fakti që nuk dua dhe nuk mundem të bëj dot një ndërhyrje për ngushtimin e stomakut apo ndërhyrje liposakshën apo diçka tjetër. Kam një çakurdim të metabolizmit dhe kjo shëndoshi. Do të thënë janë gjëra që vijnë si pasojë dhe janë gjëra që ngelen aty edhe të vështirësojnë gjatë jetës. Sot Ledi Smile numëron 20 vite sukses, një nga klinikat me numrin 21, më falni. Një nga klinikat me numrin më të madh të pacientëve në Shqipëri. Sa buzëqeshe kemi rregulluar tek Ledi Smile, tek klinika dentare, njerëz se pastaj do të flasin edhe për klinikën estetike, se un kam parë me sytë e mi vet se çfarë transformimesh të bukura i bën ti portreteve të vajzave dhe zonjave që vinë aty.
në këtë moment të jetës time profesionale mund të them që jam në majën e arritjeve profesionale dhe i falenderoj pacientët që kanë ardhur te klinika dentare Lady Smile dhe kanë pasur besim të plot. Ata më kanë dhënë mundësinë që unë të jap maksimumin tim. Por nuk ka qenë kaq e lehtë. Ti gjithmonë e ke filluar nga zero. Që është e vërteta disa herë. Sa mirë që klinika, përveç se është një klinik dentare, është diversifikuar dhe në një klinik shumë të mirë dermoestetike. Pasioni im për estetikën dentare brenda një dite, me shndrimet e buzëqeshjeve më të bukura, Hollywood Smile në 3 orë, ose buzëqeshje hollywoodiane në 3 orë, pa dëmtuar, pa gryer dhëmbët, me një impakt dhe efekt të jashtëzakonshëm në rritjen e vetbesimit dhe vetëvlerësimit të pacientëve, më bëri mua të investoj edhe për estetikën faciale, sepse ishte dhe është goxha e lidhur normalisht, dhe syri im estetik e shikonte një gjë që nuk shkonte në katin e poshtëm të fytyrës dhe me indet e buta. Syri tim estetik nuk mund t'i shpëtonte dot gjithë tabloja, se nuk mund t'i kesh vetëm buzëqeshjen e bukur dhe ndërkohë çalon buza që rri shtrëmët, ose është e shkurtër të del shumë buzëqeshje mishtore, ose është me hollsesh duhet, ose nazolabialet më të theksuara, apo kati i poshtëm i fytyrës më i rënë. Domethënë investimin që un kam bërë në stomatologji estetike ka qenë si them fillesa e një investimi më të thellë në mjekësinë estetike më vonë, sepse këto ishin të ndërlidhura dhe unë doja të jepja maksimumin për pacientët e mi, dhe kush më shumë se sa një mjek stomatolog e njeh anatominë e kokës dhe të qafës, kush më shumë se një mjek stomatolog me fokusin te estetika dentare, nuk do ishte i duhuri për të realizuar dhe shndrimet më të bukura të fytyrës, po brenda ditës, siç edhe unë kam qef gjërat që të jenë të shpejta, mini invazive, jo kirurgjikale, kam pasion këtë gjën që të ruajmë indet, të mos dëmtojmë, dhe brenda ditës ti vjen te Lady Smile, bën buzëqeshjen hollywoodiane pa gryer dhëmbët, dhe po atë ditë ti bën edhe një mini lifting të fytyrës pa kirurgji te klinika estetike. Ti del 20 vite më re nga të dyja klinikat pa dëmtuar asnjë ind. Do të flasim tani për pjesëmarrjen midis 110 dentistëve vajza në Amerikë për të realizuar buzëqeshjen hollywoodiane për 3 orë, ku ti ke prezantuar metodën tënde duke habitur gjithë audiencën. Në 2017 unë pata një ftesë nga shoqëria e dentistëve më të mira në Amerikë, e cila mu bë për të dhënë një workshop lidhur me teknikën që unë bëja të realizimit të buzëqeshjes hollywoodiane në 3 orë, 4 orë pa dëmtuar dhëmbët. Kisha rënë në sy në rang internacional. Ishte një vlerësim që më bë, sepse ato ishin vetëm femra dhe unë isha gjithashtu një nga ato dentiste që isha spikatur në rang ndërkombëtar. Në Amerikë jam cilësuar në 130 ikonat e mjekësisë botërore. Ishim të gjitha vajza dhe gra që po dominonim një fushë në cilën ka shumë vite që dominojnë burrat. Cilat janë materialet dhe teknologjitë që përdor për buzëqeshjen e Hollywoodit të famshme, dhe çfarë është buzëqeshja hollywoodiane në fakt? Si çdo gjë që vjen nga Hollywoodi, doli në mod një buzëqeshje me dhëmb relativisht të dukshëm, do më pak më të mëdhenj se sa siç i kemi ne ballkanikët, edhe të gjithë të bardhë, dhe shumë të njëtrajtshëm. Do më thënë një hark i rregullt, dhe dhëmë që dukeshin shumë. Shqiptarët kanë një mori problemesh lidhur me gjurën e dhëmbëve, pozicionimin e tyre, madhësinë e tyre, okay? Dentistria mini-invazive ishte një nevojë, sepse nga ky Hollywood Smile që filluan gjithë t'i veshin me klëf në gjithë botën dhe të dëmtonin dhëmbët e tyre, ishte një nevojë që absolutisht të bëj e njëjta gjë, po pa dëmtuar dhëmbët. Dhe normalisht edhe shpejt, sepse koha kushton sot. Atëre, teknika e Hollywood Smile në 3 orë është një arritje e një maksimizimi të buzëqeshjes në detaje lidhur me formën, pozicionin, ngjyrën e dhëmbëve, pa i gërryer ata, duke i vendosur një material estetik i cili krijon një faqe të re të dukshme të dhëmbit dhe lidhet kimikisht me dhëmbin, pa
e gërryer ata, okay? Është një buzëqeshje që të rregullon dhëm të vegjël, të verdh, të keq pozicionuar të shtrëmët, por ti je të rësisht pa dhimbje dhe brenda ditës ke mbaruar, je shndruar në versionin më të bukur të ëndrrën e Hollywood Smile e ke tashmë të realizuar versionin më të bukur të buzëqeshjes që ti ke ndruar prej vitesh. Kjo është një gjë që ka sjellë shumë sukses te klinika dentare, sepse estetik dentare, por edhe pa dëmtime, në Ballkan nuk para e bëjnë dhe nuk para e realizojnë shumë mirë. Kushton më pak, realizohet shumë shpejt dhe ka efekt fantastik. Dhe ne po tregojmë tani gjatë kohës që ti po flet të gjitha rastet e suksesit. Absolutisht. Para dhe pas. Doja të të pyesja, kur ti realizon klëfet apo facetat, njërë në 10 vjet këshillohet që duhet të ndryshosh, ti bësh treja, sepse është ai konsumi kohës edhe plus edhe anatomia e gojës aparatit ndryshon. Nuk e di çfarë rezistence kanë facetat e punuara në këtë mënyrë që juve propozoni me teknikën tuaj. Facetat e kompozitit, nëse pacienti nuk i kërkon dhëmbët natën, nuk është bruksist, që do të thotë fërkimi i dhëmbëve natën në një mënyrë të paparashikuar dhe inkoshjente, si gjatë natës nuk dim se çfarë bëjmë, është i dëmshëm edhe për dhëmbin natyral, është i dëmshëm edhe për facetat e maksit, është i dëmshëm për klëfët, është i dëmshëm për çfarëdo lloj materiali që ne kemi në gojë. Nëse pacienti mban një mbrojtje gjatë natës apo bën deri dhe neuromodulator botox për uljen e intensitetit të muskujve maseter, ato mund të shkojnë deri 12 vite. Nëse pacienti absolutisht, nëse pacienti është bruksist, i fërkon dhëmbët natën dhe nuk mban një mbrojtës apo nuk merr masa për të ulur intensitetin e forcës së muskujve maseter, absolutisht që ato mund të krisen, ciflosen edhe brenda 3-4 javëve. Por e mira e këtyre është që riparimi është shumë i shpejt, bëhet brenda 30 minutash. Ndërkohë që të fitoj besimin e pacientëve në një fushë tjetër që është dermoestetika, mjekësia estetike? Besimin e pacientëve e kisha fituar tashmë, sepse pacientët e ndjejnë dhe e kuptojnë një profesionist që punon dhe me zëmër dhe në mënyrë korrekte. Zotësia dhe profesionalizmi dhe perfeksionizmi që unë kam treguar tek stomatologjia i ka për gjithë pacientët e mi që emrin Lady Smile ta besojnë në një mënyrë thuajse të verbër. Unë i falenderoj nga zemra të gjithë pacientët në këtë rrugëtim 21 vjeçar të dyja klinikave, i falenderoj me shpirt. Si e ke gjetur ti forcën për të falur? Se ti ke edhe një zemërgjërsi kështu shumë të veçantë kur thua një gabim i mjekësisë nga një pakujdesi njerëzore dhe nuk e ke atë revoltën, atë zëri rebel që të del kur të shprekur jeta, funksioni normal, funksionimi normal i organizmit, jetës tënde, kur të janë prerë kush e di sa ëndra, kur të janë vështirësuar kush e di se sa situata për të arritur aty ku ke dashur të shkosh, kur sakrificat janë shumë fishuar për të mbritur tek pika finale. Revolt ka qenë në fillim, revolt mund të ishte në vazhdim nëse unë nuk do e kisha kuptuar se ka disa gjëra që ne nuk i kemi në dorë. Ne duhet përqafojmë çfarëdo lloj gjëje që ne na jep fati. Pavarësisht mençurisë, dijeve, inteligjencës dhe mençurisë që ka një njeri, nëse nuk kupton që ne jemi gjithsesi qenie njerëzore dhe kemi limite, mund të bëhemi sot viktimë, nëse mund të bëhemi ai që ka bërë viktimën. Ne duhet përpiqemi gjithë jetën që të mos e bëjmë këtë gjë me vetdije. Duhet të mos bëjmë dëme emocionale, psiqike, shpirtërore, fizike tek askush. Ky ka qenë leitmotivi ose qëllimi i gjithçka që jam unë sot. Keti traumat pashëruara me cilat lufton ende sot? Punon me veten për të i kaluar ato ankthet, ato makthet që ndonjëherë kur jemi ne vetë vona me jastikun na shfaqen, edhe nga fëmijëria e largët, edhe nga adoleshenca, edhe nga e kaluara. Po mund të kesh edhe diçka të freskët me cilën lufton sot. E disa njerëz do ndihmoje po ti thoje me këtë sens force që ke ti edhe që me siguri ndonjëherë do ti lodhesh dhe thua hu lodhet për duke qenë fort gjithkohës. Unë mendoj që është një proces në cilin ti do qash, ti do zëmrohesh me botën, ti do qash, ti do e përvetësosh, do bësh njëshme me problemin, me dhimbjen dhe pastaj ti do e kalosh. Nuk është vetëm një problem, janë shumë probleme edhe sfida në jetë dhe të gjitha duhen kaluar në të njëjtën mënyrë. Ti pranosh, pranimi është i pari. Dhe besimi në Zot, në Zot dhe në univers që ai ti ka dhënë sepse do të mësoj diçka. Ne do mësojmë derisa të vdesim, ne mund të mësojmë nga gjithçka.
nga gjithçka që na ndodh. Duhet të mësojmë në fakt. Për atë na jepen. Këtë gjë dua të kuptoj çdo kush. Kështu thot spiritualizmi. Absolutisht. Çdo sfidë na jepet për të mësuar. Absolutisht po. Çfarë kam mësuar unë? Jashtëzakonisht shumë gjëra. Jam mirënjohëse universit dhe Zotit që mi ka dhënë dhe që vazhdon të më japi, se do kemi sfida deri në fund të jetës, sepse unë mësoj për ditë dhe unë kam qenë një nxënëse e dashuruar me dija dhe me mësimin. Unë vdes të mësoj. Po je edhe një nxënëse e mirë e dhimbjes, që ke nxjerr leksionet e tua nga dhimbja. Edhe më pëlqen ky këndvështrimi që thua unë jam falendëruese edhe për dhimbjet dhe sfidat dhe vuajtjet që kam kaluar se kam mësuar prej tyre. Absolutisht. Çfarë do t'i mësoje të tjerëve? Mos u dorëzo në asnjë moment, mos u dorëzo. Ki besim ke Zoti. Madje ndjehu krenar dhe i bekuar që i ke sfidat, sepse ti ke potenciale që nuk i di që i ke, dhe kjo sfida do të ta nxjerrë. Kjo sfida do nxjerrë variantin më të mirë tëndin. Nëse ti je në comfort zone, varianti yt më i mirë nuk do dali asnjëherë. Falendero Zotin dhe ndjehu i bekuar që i ke sfidat dhe nxjerr maksimumin tënd. Është aty po të pret ty. Shiko, si vendose ti që mes kaq shumë problemeve shëndetësore të sjellësh në jetë një fëmijë, ndërkohë që mjekësia ishte skeptike dhe kishte argumenta që ti nuk duhet sillin jetë një fëmijë sepse kjo kishte shumë riske dhe mund të kërcënonte jetën tënde. Jeta është dashuri. Fryti i dashurisë është një fëmijë. Sensi të qenurit femër dhe grua është të bëhesh nën. Me gjithë ndjeshmërinë që kam për gra që nuk mund të sjellin dot në jetë një fëmijë, unë kam qenë njëra prej atyre grave që mjekësia i ka thënë qartë 2 fjalë. Ti nuk mund të bëhesh nën. Çfarë është forca për të riprodhuar jetën, Ledi? Ka qenë, po, absolutisht, ka qenë shumë e vështirë, ka qenë një luftë thuajse për jetë vdekje. Me problemet e mia shëndetësore, shtatzania ishte një rrezik dhe unë kam të njohur 7 muaj regjim shtrati, mes shumë hormoneve dhe ilaçeve, mes shumë vështirësive, kur unë mbaroj këtë shtatzani kaq të vështirë, që ishte gati e pabesueshme për mua që unë e mbaj në dorë angjëllin tim. Unë kam qenë 136 kg dhe vetëm. Pas 7 muajve në të cilat unë nuk kam punuar si një mjekës stomatologe e vetë punësuar në atë kohë. Unë kam dalë të punoj 12 orë në ditë. Pra djali u bë forca jote, shpëtimi yt, motivi yt. Nuk ishte një motiv më të fortë se sa kaq mendoj unë për një nën, sidomos, se sa ajo që ti sigurosh djalit tënd. Të gjitha ato që ai do ketë nevojë gjatë gjithë jetës së tij. Çfarë do dohet i thoje ti Anxhelit në këtë podcast? Ai mund ta bëj replay sa herë ka dëshirë, apo s'është dhe i lidhur me teknologjinë edhe e ka të mendjen aq të bukur. Çfarë ke dëshirë ti që ai të dëgjojë nga ty sot? Angel, ti je siç e ke emrin, unë kam ardhur këtu për t'i thënë të gjithë shqiptarëve, 1.2 milion followersave edhe më shumë miliona të Alketës, që nuk ka forcë më të madhe për një nën dhe nuk ka forcë më të madhe njerëzore se sa dashuria për fëmijën e vet. Dhe ti ke qenë forca ime, ti ke qenë krenaria ime, sepse ti më ke bërë të nxjerr maksimumin tim dhe të jem versioni më i mirë i vetes. Dhe unë jam aq krenare për versionin tim dhe të falenderoj ty dhe jam shumë krenare edhe për ty. Dhe mbi të gjitha dua të them, nuk ka asnjë gjë rëndësi përveç dashurisë, Angel, dhe dashurisë për veten dhe dashurisë për jetën. Ti je forca dhe shpresa e jetës, Angel, dhe nuk ka gjë më të bukur se sa kjo. Faleminderit që ekziston. Në qoftë se do kishim një libër të jetës tënde dhe do shkruanim për kapitullin Ledi dhe dashuria, çfarë do shkruaje 3 esenca aty për dashuritë tua? Nga dashuria romantike erdhi në jetë imbir. Më ka pyetur shpesh përse, se nga që është një fëmijë nga 2 prindër të ndarë që në lindjen e tij normalisht ka pyetje. Dhe po rritet vetëm nga nëna e tij, ka pyetje pse më bëre fundit fare, se ka momente që nervozohet. Dhe unë nuk di asnjë përgjigje tjetër përveç se nga dashuria. Unë e kam dashuruar marrëzisht baban tënd. Ne kemi pasur një lidhje gjatë bashkëjetese, por sido që të jetë, le të sqarohemi që
dy njerëz midis njëri tjetrit kanë diçka që ka të bëjë me ata të dy, por jo me fëmijën. Dhe fëmia duhet ta kuptoj këtë gjë dhe e kupton herët avon, po është e vështirë edhe ka shumë fëmijë që si ëngjëlli ndjehen disi të gjykuar nga shoqëria. Në momentin që dikush i thot po, babi yt, pse nuk vjen në mbledhje, ku diun. Babi ti është gjallë, e takon, është aty, nëse ëngjëlli dëshiron, mund ta marrë ku të dojë dhe ai disponohet dhe është absolutisht okay. Por që fakti që ai po rritet nga një nënë e vetme, duhet të jetë një krenari për ëngjëllin. Duhet të jetë një krenari, sepse familje do të thot dashuri. Dhe dashurinë e kam marrë nga unë dhe nga ime më, të cilën e falenderoj dhe bekoj çdo ditë që ajo vazhdon të jetë gjallë, sepse ai e ka marrë nga dy femra, nga dy gra të zonja shumë të forta, të cilat e kanë vëllu gjithë ciklin e dashurisë brenda një familje. Shoqëria ndonjëherë të diskriminon, të përjashton, nuk të pranon. Çfarë do kishte një grua në pozicionin tënd për të thënë me këtë lloj dinjiteti, force, të vetëndjerë dhe krenarie që ke ti, që është ajër shumë i mirë për të thithur? Shoqëria të punë ka, gjithmonë do të gjykoj, sidomos shoqëria shqiptare. Ti duhet shikosh rrugën tënde, atë që ditë bësh, atë që ditë japësh, duhet të ndërtosh veten tënde, duhet të zhvillohesh dhe në fund tu tregosh që ti e bëre gjithë rrugëtim pa menduar fare për ata madje, e bëre për veten dhe tu tregosh rezultatet. Ky është motivi pse unë jam këtu, për t'i treguar shoqërisë shqiptare dhe indirekt tim biri që ta dëgjoj edhe nga rrjetet sociale, jo aty përballë, se mbase ndonjëherë nuk më beson që I don't care, nuk e kam problem që jam 120 kg dhe bëj mjekësi estetike dhe e bëj shumë bukur, nuk e kam problem që nuk jam në ambalazhin tim më të mirë dhe të tjerët i bëj të mrekullueshëm, nuk e kam problem sepse unë di çfarë jap dhe çfarë bëj, sepse unë kam hesur në linjën e dur duke investuar në dije, në veten time, në zhvillim, në specializime, në trajnime dhe bëj me dashuri dhe pasion atë që bëj. Të gjithë ju që doni të gjykoni apo keni frikë se mos gjykoheni, mos u merrni me këtë pjesë. Investoni këtë kohë dhe energji te vetja juaj dhe tek ajo që doni në fund të tregoni. Vetes tuaj në radhë parë dhe pastaj të tjerëve. E di çfarë më vjen mua në këtë moment, po ta vizualizoj, është si puna e një navigatori që neve e kemi aktivizuar në kohën që jemi duke bërë një udhëtim me makinë. Navigatorin e kemi shtypur tek destinacioni final ku duam të shkojmë. Bravo. Ai ngatrohet dhe na fut në një rrugë tjetër. Çfarë bëjmë ne në atë moment? Rerouting. Absolutisht. Na rillogaritë rrugën më të mirë dhe më të shkurtër për të shkuar në destinacion. Absolutisht. Ndonjëherë jo më të shkurtër në Alketa. Ndonjëherë duhet të jetë rrugë e gjatë. Një rrugë alternative, le ta quajmë. Një rrugë alternative. Sot shoqëri e shortcutseve. Eksakt. Ore duhet rruga e gjatë. E drejtë. Duhet rruga e dur. Duhet të lodhesh. Mos harro destinacionin. Mos harro destinacionin. Don't stop. Je një grua shumë e mençur, Ledi. Nuk je rastësisht në këtë vitrinë ku meritojnë zëra si ty të dëgjojnë. Jam shumë e kënaqur. Nuk që u qaravita sot? Jo, ti nuk u qaravite, ti u përlote. Ti tregove që je një grua që edhe pse jeta të ka detyruar në një kuptim që ti je e fortë, ti s'e ke humbur ndjeshmërinë njerëzore, se s'është frikë dhe turp të qash. Unë nuk kam frikë nga lotët e mi më. Loti të bën njerëzor. Është një gjuhë e butë e shpirtit, apo jo? Një pyetje unë ty, Alketa? Sa të duash ti? Okej, pyetja ime është, nëse ti do ishe një njeri që nuk e njeh Ledin dhe do dëgjoje podcastin e sotshëm, ku vihet në duke që kjo zonja, që është mjeke, stomatologe prej shumë vitesh, që ka në fakt me disa probleme shëndetësore të vjetra, të cilat ja kanë vështirësuar jetën. Disi apo disi më shumë është në lëkurën e saj. A do e gjykoje ti personalisht dhe a do e merri në konsiderat që ajo mund të kishte realizuar çfarë kam realizuar unë dhe janë të vërteta gjitha këto, apo thjesht do e gjykoje edhe ti vet në sensin që drejtë e mori. Se marrin vesh tash, është mjeka, është çfarë është mje pacient, pse ka dalë këtu, çfarë do thot? Pyetja është pak e thellë, po në të njëjtën kohë është pyetje shumë bazike. Mua më pëlqejnë shumë
historitë e njerëzve pas suksesit, do me thënë the story behind the character. Edhe jam shumë e prirur që të dëgjoj gjithmonë historinë njerëzore, dhe ti ishe thjesht njerëzore, kur dëgjon 21 vite mund, sakrificë, dëshirë për dije, punë e palodhur, rekomandime pacientësh, mendimi i kolegëve që punojnë me ty. Punojëset e tua të reja që ti trajnojnë dhe i bën të gjitha master, profesioniste, kur shet teknologjinë, kur shet produktet që zgjedh, dhe mbi të gjitha zemërgjërsinë dhe dashurinë e njeriu që e ka oqean zemrën, nuk e ka zemrën thjesht një biznes bërsi që do të vjeli disa para më shumë nga pacientët e vet. Unë përveç se mund të kem respekt dhe të admiroj versionin e njeriu dhe profesionistës që ti je, do isha shumë e cekët nëse do të paragjykoja si shikuese. Kështu që nga unë ke gjithë admirimin dhe vlerësimin, edhe ti për mua mbetesh një nga personazhet më të jashtëzakonshëm që kam pasur përballë këtu, dhe të uroj vërtet shumë sukses në punën tënde dhe mos u dorëzo asnjëherë. Vazhdo, se ke shkallë të tjera për të ngjitur. Se kur vjen shkalla e fundit dhe s'kthehemi dot më, jeta ka përfunduar, kështu që dhe jetoj gjithmonë me një buzëqeshje. Emri i asaj çka unë kam ndërtuar është Lady Smile. Buzëqeshja nga duart e Ledit, nga mendja e Ledit për jo vetëm zonjat dhe zonjushat, por për të gjithë njerëzit. Kështu që unë e kam parësore të mos dorëzohem dhe të dhuroj buzëqeshje dhe lumturi dhe dashuri. Dhe në këtë frymë është ndërtuar brendi Lady Smile, që është brendi i lumturisë. Me thënë të drejtën, kam parë ndërpunimet më të bukura, unë i quaj artistike, dentare, kur bëhet fjalë për kozmetikën dentare. Juve si realizoni në 3 orë, unë nuk e kuptoj. Do të thënë, ka ndonjë proces që zgjat më shumë se 3 orë, që të ka marrë më shumë kohë? Ke ndonjë rast, ndonjë sfidë, pacientësh që ke dëshirë ta tregosh me krenari sot? Çfarë e bën të veçantë klinikën tënde? Cilat janë avantazhet e tua konkluduese? Se klinika dentare, dyqane buke dhe farmaci dhe parukeri në Shqipëri ka në çdo nuk e di sa metra, në çdo 10 metra gjen një. Alketa, nuk është një klinik dentare lagje asaj që ti e gjen kudo, sepse është një klinikë elitare në kozmetikën dentare në Shqipëri dhe absolutisht nuk bëhen vetëm buzëqeshje brenda 3 orëve. Ky ka qenë suksesi im personal, edhe aktualisht është një brand, buzëqeshja hollywoodiane në 3-4 orë pa dëmtuar dhëmbët. Ky është kali betejës. Ky ka qenë boshti i suksesit dhe i njohjes deri dhe ndërkombëtare, veçantisë së asaj çka unë jam si profesioniste, dhe realizimit shumë të bukur të këtyre buzëqeshjeve me një sy edhe dorë shumë artistike, po përveç kësaj të kuptojmë rehabilitimet totale të danturës me vendosje implantesh, rehabilitime totale kur ti humbet të gjithë dhëmbët ose i ke me probleme nga më të ndryshmet brenda ditës, hiqen deri në 26 dhëmbë. Po tregoj rastin e një pacientes time nga Zvicra që ka hequr 26 dhëmbë brenda ditës dhe ka vënë 12 implante, dhe brenda 48 orëve ka vënë dhëmbët provizor. Kanë qenë 48 orë në cilat ajo ka pritur për dhëmbët provizor, shumë të vështirë sepse ishte e re në moshë. Domethënë, rehabilitime totale të danturës me kthimin e funksionit edhe të estetikës janë gjëra jashtëzakonisht të shpeshta që bëhen në klinikën time. Implantologjia, vendosja e implanteve realizohet për 20 vitesh në klinikë dhe është një nga shtyllat kryesore të rehabilitimeve totale të danturës, por ajo që ne na bën të veçantë është që nëse ti do të bësh një rehabilitim total të danturës në një klinikë, do si do, ku do, shko dhe mos prit estetikën, ndërsa te ne ti mund të bësh gjërat më të vështira, rastet më të vështira dhe në të njëjtën kohë të presësh estetikën maksimale. Kjo është një sfidë e dyfisht që unë ja kam dalë me sukses bashkë me stafin tim shumë të specializuar që të realizojmë buzëqeshjet më të bukura. Klinika dentare ka nisur me një poltron dhe vetëm me mua si e vetëpunësuar, sot jemi një poliklinik e mirënjohur për rehabilitime totale të danturës me implante dhe me estetikën maksimale. Veçantia e klinikës dentare është që ti bën të njëjtin investim si diku tjetër në Shqipëri, por në fakt merr dy fishin e cilësisë dhe të vlerës dhe të estetikës. Vlerë do të thot jetë gjatësi, garanci dhe sidomos estetik të punimit, të buzëqeshjes dhe të profesionalizmit. Kështu që një nga veçantitë tona është kjo, që ti zgjedh në një mënyrë të zgjuar për të marrë maksimumin e rezultatit. Do të thënë, Poliklinika Lady Smile, që ofron të gjitha shërbimet stomatologjike nga A në Zh, njihet dhe besohet pikërisht për këtë. Ti merr maksimumin e vlerës që jep, të profesionalizmit, të produktit, të buzëqeshjes, të materialit, të llojit, materialit, të anës teknike dhe sidomos të estetikës.
Ty të pëlqen më shumë estetika dentare apo kirurgjia? Se implantologjia është kirurgji dentare apo jo? Ti je një kirurg në atë rast. Është shumë pyetje e bukur sepse unë e dashuroj një lloj të dyja. Unë e dashuroj kirurgjinë implantare dhe e dashuroj kirurgjinë orale në përgjithësi edhe estetikën dentare në të njëjtën masë. Dhe është relativisht e rrallë kjo. Kur bëhet fjalë për estetikën e portretit, për mjekësinë estetike, mjekët stomatolog kanë një avantazh sepse njohin shumë mirë strukturën maksilofaciale. Mjekët stomatolog në gjithë botën janë shumë të mirë për ndërhyrje estetike në fytyrë, mini-invazive jo kirurgjikale sepse njohin dhe ecin pa ndroje, pa frikë në të gjitha shtresat e indeve, sepse njohin jashtëzakonisht shumë mirë anatominë e fytyrës, të kokës dhe të qafës. Kam parë disa transformime të mrekullueshme të portreteve që vërtet ju rinoni 10 deri në 15 vjet më e re duke një mike ime që erdhi bëri një ndryshim, duke prekur disa pika sekrete të portretit dhe përsëri pamja mbetet natyrale. Sot është trend që të mos kalojmë në ekses, në tepri, less is more, që do thot brenda një ore gjysmë ne me disa prekje të vogla me acid hyaluronik të vendosura në pika të caktuara të fytyrës, të bëjmë facelifting jo kirurgjikal me një rinim të fytyrës deri 20 vite. Janë me 10 pacientet në 12-13 vite që unë bëj mjekësi estetike që i kam shndruar brenda një ore e gjysmë 2. Një pjesë e mirë e podcasteve mjekësore estetike që kam dëgjuar thonë që filleri migron mbas një kohe të caktuar. Cilat janë alternativat që kemi që këtë fillerin ta shkrim kur migron edhe krijon xhepa në portret? Apo si bëhet një gjë që në fillim na bën mirë, po pastaj s'na bën aq mirë? Mjekësia estetike jo kirurgjikale dhe mini-invazive që unë bëj në klinikën time estetike është pikërisht kjo, që ti e ke në dorë. Ti si pacient dhe unë si mjeke, të ç'bëjmë të kthejmë atë që kemi bërë. Flasim për injeksionet me acid hyaluronik. Janë të gjitha të kthyeshme sepse acidi hyaluronik shkrihet me hyaluronidaz brenda disa minutave dhe brenda disa ditëve ti je kthyer në versionin që ke qenë përpara. Dhe rikorrigjon aty. Kjo është gjëja që më pëlqen në mjekësinë estetike jo kirurgjikale dhe mini-invazive që unë bëj, sepse realisht ti nuk bën një dëmtim definitiv lidhur me atë që unë kam shprehur më përpara. Domethënë, çdo gjë është e kthyeshme. Në klinikën time estetike nuk ka asnjë produkt i cili futet në fytyrë dhe është definitiv, as semi-definitiv. Janë të gjitha të kthyeshme. Dhe të absorbueshme? Dhe të absorbueshme. Në rastin e acidit hyaluronik, brenda një mase 80-90% mund të ngelet një 10% në parkursin e viteve, por ne mund ta heqim duke shkrirë kur të duam dhe kjo është shumë domethënëse për ta bërë me siguri. Them unë edhe për të bërë gjithçka që ti do me fytyrën tënde pa u frikur nga dëmtime definitive. Kam në duar këtu një kuti. Jecler duket sikur vjen nga një laborator francez sepse të tillë ka emrin. Premium Skin Care. E di ç'do thotë Jecler? Ma thuaj ti? Unë ndriçoj. I know. Ti ndriçon dhe unë do ndriçoj pak më shumë pastaj dhuratë që kam marrë. Do t'i vendos tu këto produkte. Kjo të dashur miq është linja që ka prodhuar në një laborator fantastik. Francezo-grek. Jecler. Unë shkëlqej. Do më flasësh më shumë për beben tjetër të Ledit? Klinikat Lady Smile, një ndryshe si brendi i lumturisë. Njerëzit vinë dhe marrin lumturi nga vetja, nga ajo që ne ofrojmë. Por nuk ishte mjaftueshme te klinika estetike që kjo lumturi të zgjaste përtej momentit kur ato vinin dhe ndërhynin në klinik, kryesisht pacientet femra dhe klientet vajza dhe gra, sepse ajo që ne bëjmë brenda klinikës duhet të ndiqet me një kujdes rigoroz profesional. Të duhur, mundësish farmaceutik dhe në shtëpi, sepse janë ndërhyrje. Disa prej tyre si lazeri, peelingu, janë ndërhyrje relativisht invazive për epidermën. Kështu që rikuperimi krijon një lloj krijon hematoma, krijon skuqje. Po, rikuperimi duhet të jetë në një kujdes shumë të dur profesional në shtëpi nga pacientja. Dhe ti propozon këtë protokollin këtu si kujdes
Pas ndryrave dhe gjatë jetës. Unë propozoj që të gjithë ne të kemi një linjë farmaceutike, jo dermokozmetike në shtëpi. Linja që ti ke në dorë, Alketa, është një linjë që shitet prej 20 vitesh në Europë. Është i certifikuar ISO në Bruxelles. Është produkt që rekomandohet të shitet vetëm në farmaci. Aktualisht unë e kam sjell për Shqipërinë, Kosovën dhe Maqedoninë. E ka shumë të bukur paketimin, më pëlqen shumë paketimi i bukur. Tani do të di dhe produkti brenda çfarë ka të veçantë. Produkti brenda midis të tjerave, kjo linjë, domethënë ka të veçantë që ka qumësht organik gomarice. Sa herë mirë. Po. Unë jemi pëlqej shumë kur kanë pak aromë të mirë këto produkte kozmetike. Në fakt e kanë aromën natyrale. Si aromë bebeje. Fiks, domethënë nuk e kanë të egzageruar dhe jo të gjithë kanë aromë. Çfarë teksture të mirë që kanë o zot, një krem i ngrënshëm, jo vetëm. Si lindi Zhekler? Si ide? Projekti Zhekler. Pyetja është me shumë vend, duke qenë se prej 7-8 vite që kemi klinikën estetike, duke kryer shërbime estetike, ndryrje estetike të përditshme, të cilat në nevojitnin pacientin të merrte një produkt të detyruar, në thonjza, nga klinika, nga stafi, nga specialistët, nga dermatologja, detyroheshin të blinin një produkt që kishte tregu shqiptar, që unë nuk do t'i zoj emrin, por që nuk plotësonte kërkesat maksimale që kishte çdo tipologji lëkure për mbarvajtjen e kujdesit lëkurës pas mbarimit asaj javës parë. Që do të thotë, mund të jetë një produkt që është super profesional dhe super farmaceutik, por ti nuk e përdor dot më shumë se sa javën me njëherë pas trajtimeve estetike, sepse rëndon lëkurën dhe nuk është për përdorim të përditshëm. Unë duhet të gjeja si një nevojë tregu një produkt, sepse ishte nevojë tregu, nuk kënaqeshin me atë që kishin marrë ke unë ose te tregu shqiptar. Një produkt i cili ishte perfekt me njëherë pas ndryrjeve estetike, si kujdes profesional i menjëhershëm post procedura, por edhe një linjë që ta kishin në vazhdim, organike, me përbërës farmaceutik aktiv dhe mbi të gjitha të përshtatej me çdo lloj tipologji lëkure dhe të kishte një kujdes profesional në shtëpi pacientja deri në takimin e radhës në klinik. Domethënë, kjo është një linjë farmaceutike profesionale, por për kujdes të përditshëm në shtëpi, si një trajtim estetik në shtëpi i përditshëm, që realisht është një nga gjërat më të bukura që unë kam bërë te klinika estetike, sepse ne kemi prej 2 vitesh tashmë dhe gjitha pacientët e klinikës janë gati të marrosura pas ti. Ky tjetri këtu është krem për lodhjen e syve, do të jetë për rrudhat e imta të syve? Atë mund ta provosh, Alketa, se do dashurohesh, ka vaj mastika që i bie vaj pishe, skualen, acid hyaluronik edhe nisësh te urizi. Heq rrathat e zinj të syve dhe qeset. Ta më pak fare unë tani le të shkëlqej pak punën. Po, s'ka gjë. Fresk. Meri shiker, Alket. O zot, sa herë mirë. Ka shumë herë të mirë. Ai është dashuri. Tani unë po shkëlqej pak, po s'ka problem. Të lejohet. Më lejohet. Keq këtu krem. Ja do ta rregulloj tani. Ta vendos në kafazin e vet, ta vendos në kutinë e vet. Ta masazhoj pak se jemi lodhur, kemi gjithë ditën sot. 12 orë fiks. Jo 12 orë, më fal, që në orën 10 tani po shkon ora 12, 14 orë. Mbas 14 orëve duhet Zhekler për pjesën e syve. Kemi kremin me SPF 50 për ai SPF-ja është një dashuri, sepse ka 3 efekte, është antirrudh hidratues edhe SPF me filtra të gjeneratës së fundit të certifikuar gjitha në Bruxelles, ISO në Bruxelles, por ai ka një gjë të bukur që ka qumshin organik të gomaricës dhe realisht kur ta vendosësh shërben edhe si bazë make-upi, është shumë i lehtë, përthithet me njëherë, nuk diek syt, nuk rëndon dhe mund ta vendosësh për ditë si kremi antirrudh, kremi hidratues dhe në të njëjtën kohë SPF. Hey Lady, ke qenë fantastike sot. Faleminderit. Shumë faleminderit dhe vazhdo të na ndriçosh të gjithë me dritën tënde. Gjithashtu, Alketa. Nuk ka asnjë eklips që mundet ta zbe dritën tënde. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Edhe suksese. Do të them pasi ti përdor kremrat edhe shpresoj në bashkëpunime të tjera të bukura. Shumë faleminderit.